Prokurori i shtetit të në Prishtinë, Departamenti Krimit të Rrugëve e hap seancën e vazhdimit të shkëlqimit gjyqësor. Sipas aktakuzës, prokurorisë të vendohen Prishtinë Departamenti Krimit të Rrugëve kundër tani të akuzuarit e ndërtimit për shkak vetes penale. Vrasje rëmbja në 173 paragrafi 1.1 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. Këto kush më gullë që tjetë e akuzuari se Qeremanduzi është po. Hade qere po? Betim Shanës është do? Dhe që të të mikrofonit? Mikrofonit të cili do të në? Konstatoj se në seancën e sotme, vazhdimi shkëlqimit gjyqësor, prezanton prokurori i shtetit Arlen Hamiti, prezanton i akuzuarin me mbrojtësit e tij sipas autorizimit Dridan Imeri. Qerem jemi të lidhur përmes videokonferencës me palën e dëmtuar. E akuzove se s'ka më që të pasë si gjyqtar se mundet nuk po funksionojnë dy mikrofona. që të regon ati për pysë. Hada avokat, konstatoj se prezentant prokurori i shtetit Arlen Hamiti, i akuzuari me mbrojtësit e tij, avokat Dridan Imeri si mbrojtës kryesor, si dhe mbrojtësin e dytë e Kompa Albert Kadri. Prezentant përfaqësuesi i palës së dëmtuar, sipas autorizimit, avokat Betim Shala, të dëmtuara Maria Magdalena Telmonte, është e lidhur përmes videokonferencës, po ashtu gjykata ka caktuar edhe përkthyesin Qeremanduzi të gjuhës spanjolle. Para se të vazhdojmë, këtë gjë mjafton palët se mbrojtësi të panderit avokat Dridan Imeri, përmes parashtresës datës 7/10 e dorëzuar në gjykatë përmes e muajit zyrtar në 19, ka kërkuar nga gjykatës që të panderit të caktohet përkthyes të gjuhës gjermane, si ke dhe ditës të dore e pisa. Që e shku. Njëre që atë pjesën që shku të në heret. Kushtë e pjesë. Që atë pjesën që shku të në heret. Që së të dore. Jo me përkthyesi të natë shku.
toda la gente que está presente, ¿me oís? Gjermana Zvicrane, me arsyetimit se El abogado de është në rregull apo më për këtë? Me arsyetimit se i akuzuari e ndret Nika el razonamiento que është lindur dhe është arritur në shtetin e Zvicrës vivía en Suiza dhe gjuhë primare y ka su pasur gjuhën gjermane. idioma primera, su lengua primera era la idioma alemán. Shprehet në gjuhën shqipe deri në caktime. Albanés Ka theksuar se shprehet në gjuhën shqipe deri në caktimin e masës së paraplimit. ha dado el albanés hasta la medida de Ka potencia pasur shumë të dota y dhe se dhaj vetë vlerëson se nuk i kupton 100% fjalën el në mismo gjuhën también shqipe. dice que no entiende 100% las palabras de albanés. ¿Me oís? ¿Estáis oyendo? Yo no, pero haz con la cabeza, ¿sí o no? Muy bien. Këtë gjë lidh me këtë parashtresë, Y según esta pedida, la pedida de konstaton se el juez, nga shkresat e lëndës según rezulton se el informe, los informes del i akuzuari e ndret Nika el acusado de Drejlika, që nga faza e parë, la primera fase procedura parahake, del procedimiento, është njoftuar estaba për informado gjuhën që zhvillohet en la lengua que se utiliza në këtë gjykatë, en este tribunal e po ashtu y también edhe në seancën e shqyrtimit fillestar En dhe në fazën në seancat e shqyrtimit en la gjyqësor, audiencia y seguir las otras audiencias, i njëjti dhe mbrojtësit e tij y él y también sus abogados nuk kanë pasur ndonjë kërkesë no tuvieron ninguna apo pedida, pretendim lidhur me përkthyes. algo que tiene que ver con un traductor, una pedida sobre un traductor. Pika të. Gjykata El tribunal vlerëson se një kërkesë considera que e tillë tani në këtë fazë shqyrtimit gjyqësor una tal pedida en esta fase del procedimiento ku pothuajse janë administruar donde të gjitha provat se materiale han administrado personale todas dhe las materiale pruebas materiales nuk është no es una as korrekte ni rasti una sincere. correcta ni sincera, Megjithatë, pero gjykata el tribunal vlerëson se considera que i pandevri, tribunal siç është theksuar në parashtresë, como está dicho en los informes, no informe en la pedida, më të lehtë do ta kishte lo tendría más fácil që të shprehet hablar y expresarse
apo mbrojtjen ta jap në gjuhën o deve gjermane inversi zvicerane. en alemán de Suiza. Përkthyesa punë është me i përkthy, veçanse ka thonë që s'pe kuptoj. Traduttorul sta dando también como dice que no Po ashtu që ka ta entendió vlerëson y el tribunal también se është considera në interes que es të en të el drejtën të interés pandejorit, de los derechos del acusado. andaj ligji kërkon nga i pandejorit që të deklarohet edhe herë, vetëm ka me El drejtë. tribunal le pide al acusado nuevo a declararse su Na e kemi kuptuar si gjykatë që mbrojtjen tonë, që tani thuaj se kemi arritë mbrojtja juaj. Ekipat të lehtë ku shprehin gjuhën gjermane zvicerane apo en alemán o normales. ekipat të lehtë mu shprehin gjuhën gjermane kur të vjen koha tani me dhon mbrojtjen tonë, është kështu e kemi kuptuar drejt. E kemi kuptuar drejt. Jo tan kohën, atë në mëj me full No, shqip. durante tutto Mirë, il tempo, fecion. dove va il paese. Ndaj naj fjallë se Ndaj fjallë. Mirë po ekipat të lehtë mu shprehin gjermanisht, po për atë arsye do ta kemi caktuar. En alemán por eso debemos Po e kam të lehtë që mbrojtjen të proces në gjuhën gjermane, sepse ka ndaj fjalë që se kupton. Për atë arsye edhe ki dy avokat. Tiene dos abogados Pajtohesh që më të caktuar mbrojtës prej po me përkthyes prej kësaj faze, po. y quieres un traductor a partir de esta fase, sí. Ndaj fjalë se kuptoj. Dhe pajtohem që më caktohet përkthyesi që nga kjo seancë. Ulem, që nga kjo seancë. Shko kjo është trupi gjykuesi cakton përkthyesin e licencuar. Përkthyesa me ju ke? Amer Krasniq. Amer. Trupi gjykuesi cakton përkthyesen Amer Krasniq. El tribunal le Ju njoftoj me përbërjen e gjykatës, pra tani në këtë fazë është parashtuar kërkesë për përkthyes që kanë qenë shumë seanca përfshira ato paraprake. Deri me tani nuk ka pas ndonjë kërkesë, sidoqë që jetë në interes të drejta të pandejorit, gjykata ka vlerësuar që edhe tani do t'i caktojë një përkthyes. Meqense edhe njëti e shprehë që ma letë e ka më shprehë alemán como él puede expresarse mejor. Përbërja e gjykatës është e njëjtë. A keni në vërejtje sa për këtë përbërjes së gjykatës. El tribunal es el mismo Po, pa vërejtje, shqyrtimi gjyqësor është i hapur dhe publik gjithë praneshën të hiqet vërejtja, y pública. cila si duhet, mos ta penguin punën e gjykatës. Po ndryshe mund të merren masa ligjore sipas kodit procedurës penale, fotografimi, filmimi, regjistrimi televiziv janë të lejuara, përveç nëse ato janë ndaluar nëse autorizohen nga gjykata. Regjistrimi i shqyrtimit gjyqësor do të regjistrohet me audio dhe me video. Esta audiencia se va a recordar Dhe me proces verbal në formë el shkruar. audio del video y no del video. Të dëmtuarën e kemi të lidhur përmes videokonferencës qërim apo mundesh me përkthye. También la familia de la víctima está Vazhdo, rrjedhën e shqyrtimit të kaluar, e dini që kemi përfunduar pothuajse me të gjithë dëshmitarët dhe provat materiale. en la audiencia reunimos todos los testigos y todas las pruebas materiales. Po ashtu mbrojt si avokat Drilan Imeri me parashtresën e datës 31/10/2025 pra mësoj gjykate En ese tribunal ka propozuar që në cilësinë e dëshmitares të ftohet Lerina Gashi, doktoresh, me arsyetimin se ka qenë në vendin e ngjarjes me autoambulancë dhe ka shkuar deri në urgjencë me tani të ndjerën, Maria Clara. Dhe sipas informacioneve të mbrojtësit e njëjta ka theksuar se po nga ajo ditë ka pritë që të kontaktohet nga dikush për të dëshmuar lidhje me këtë rast, por nuk ishte hetuar as nga prokuroria e policisë. Nga raporti mjekësor mbrojtja ka theksuar që gjën në shkresat e lëndës klinikës emergjente të Prishtinë me numër të protokollit 53350 të datës të parin detin 2023, i lëshuar në ora 2:20, ndër të tjera shënuar se Maria Clara, tani Maria, të foljurit e ka pasur të evidentuar me numër 4. pudo hablar en un
livelli 4. Njësiti i emergjencë në vendin e ngjarjes, si shihet në video incisive ka arritur në ora Rete llegò 2, secondo il video 3 minuta e 20 sekondë. Dhe pretendimi i mbrojtjes është se e njëjta ka qenë me vedije rreth 17 minuta, në vonë pas ngjarjes. 7 minutos después de Kështu keni të mësuar ndër të tjerë me pash ato që për mbajtja relevante lidhur me këtë parashtesë. Kërkoj edhe një herë nga mbrojtësi të akuzuar të avokat e në drejt. Milka, që të deklarohet sa qëndron në mëtej për këtij propozimi që të dëgjohet i dëshmitarja, cilësi dëshmitares doktoresh Berina Gashi. Këtë parashtesë gjykata me kohë ka përcjell te prokurori i shtetit dhe te përfaqësuesit palës së daturëve se e keni pranuar. Nuk keni përgjigje për shkëmbim me tani, avokat çka keni thona vren edhe në tej pranë këtij propozimi. Qëndrojmë edhe më tej pranë propozimit. Qëndrojmë edhe në tej pranë këtij propozimi që në cilësinë e dëshmitares të ftohet doktoresh Berina Gashi me arsye të dhëna në parashtesa. Berina Gashi me arsye të dhëna si në parashtesën e datës 31/2025. Faleminderit. Prokurori i shtetit ka diçka lidhur me këtë parashtesë edhe pse deri më tani kjo s'është ftuar ka thonë asnjëherë, kam prit ka thonë nga prokuroria, policia, me na ftuar. Prokurori i shtetit vjen me parashtesën e mbrojtësit deklaron. I nderuar kryetari i trupit gjykues, antar i trupit gjykues dhe krejt pranishëm. Lidhur me këtë propozim, çfarë kemi thonë? Vetë për shkak të përkthimit, për shkak të lidhur me këtë parashtesë që e ka paraqitur mbrojtësi në këtë fazë. Pas njoftimit që e kam pranuar edhe nga mbrojtësit edhe nga ana ime, se i njëjtën parashtesë ka drejtuar edhe në prokurori. Pas njoftimit që kam pranuar edhe nga mbrojtja edhe nga ana e gjykatës, Njëjtën parashtesë pra ka prezantuar. edhe nga ana e gjykatës të njëjtën parashtesë e ka dërzuar edhe në prokurori. Shihet se dokumentacioni cilën kjo doktor Berina Gashi, Shihet se dokumentacioni mjekësor, po do më thonë atë raportin që e bën në autoambulancë, që është praktika. Raportin e Do më thonë, ditës kritike, po ditës kritike që çfarë terapie i ka pacienti derisa dorëzon në emergjencë. raportin e ditës kritike se çfarë terapie është dhënë të dëmtuarës deri në emergjencë, I çka është edhe roli i mjekës, dhënë të dëmtuarës deri në emergjencë, e çka është edhe roli i saj faktikisht, që të jam ndihmën e parë derisa të dorëzohet në emergjencë. çka është edhe roli i saj derisa të dorëzohet në emergjencë. Ky dokumentacion ka qenë i trajtuar nga ekspertë mjekoligjor, Ky dokumentacion ka qenë i trajtuar dhe vlerësuar, po nga eksperti mjekoligjor, doktor Arsim Gërxhaliu, i cilin e kem pasur edhe në shqyrtim gjyqësor. eksperti mjekoligjor, doktor Arsim Gërxhaliu, Arsim, po, Gërxhaliu. Dhe nga praktika e deri tanishme që kam pyetur edhe kolegë, mjeku që jam ndihmën e parë, Mjeku që jam ndihmën e parë, në këtë rast në ambulant, derisa dorëzohet në emergjencë, po dhe mjeku që jam ndihmën, ndihmën e parë derisa dorëzohet në emergjencë, po dhe mjeku që jam ndihmën në emergjencë apo në spital, ai të gjitha çka vren apo çka ka trajtuar i paraqet në raport. emergjencë apo spital, ai konstaton të gjitha. Po, në raport. Për spital, ai konstaton të gjitha në bazë të ekzaminimit, apo çka Po është. dhe çka ka pa, çysh ka pa. Në bazë të Kjo që është pa dhe profesionit ti, që na i ndaj për me vlerësu.
Se çka ka parë e që është në kuadër të profesionit të tij, detyrës të tij. Dhe kjo pjesë, domethënë është e përfunduar, është e kryer në kohën e hetimit. Nëse ka pa diçka të jashtëzakonshme, e cilën ne nuk kemi pas qasje dhe nuk zakonisht nuk pyetet ai raporti pacient mjet. Nëse ka pa diçka të jashtëzakonshme, Po, doktor Blerina Gashi në këtë rast. jashtëzakonshme në këtë rast doktor Blerina Gashi, Sepse as prokurori, as polici, sepse as prokurori, as polici, e as gjyqtari nuk ka drejt në familje të përzihet në atë raportin mjekësor ndihmën e parë kur jap një pacientit mjeku, ose punë detyrë e tij. Dhe mu më çudit fakti, në atë, sepse është detyrë e tij. më çudit fakti se nëse ka pa diçka, Sepse është detyrë e tij. Mu që gjithë fakti se nëse njëta ka parë diçka, pse nuk është paraqit që sa vite. njëta ka parë diçka, pse nuk është Apo ka paraqit, ditë diçka. apo ka ditur diçka, pse nuk është paraqit qoftë policia apo prokuroria. Ka pas kohë të mjaftueshme, Policia apo prokurori, sepse ka pasur kohë të mjaftueshme. dhe tani në këtë fazë kur del Kohë të mjaftueshme. Dhe tani, lidhë me këtë propozim e kundërshton, më thirr mund po dëgjoj. jo, po më intereson shumë Meqense sipas parashtresës mbrojtës ajo ka shpreh interesim prej kohës. Ai do të thotë thirrën. me kon me shpej interesim si ka ditë institucionet që janë. Unë referohem sa që ka thonë avokati. Hyet me tonë. Mirë, rregullisht. A kundërshton? Jo, nuk e kundërshtoj Nuk edhe e kundërshton, a pajtohesh me thirrën? po pajtona apo thirrë, po më intereson edhe mu se Tani pajtona që ka prit ka gjatë, por mu shpreh të diçka. Po ato pajtona me pas që të gjykon. Pajtona që njëta të ftohet në cilësinë e dëshmitarës dhe njëtat me arsye pse ka prish ka gjatë. Nëse ka po diçka thoshta. Që se ka ditë se ka pa diçka për ngjarje. Avokat Betim Shala. Dëgjova prokurorin, dëgjova përfaqësuesin parashtesën tu ka përcjell me kohë. Faleminderit të nderuar. A pajtohesh me tuaj kjo doktoresha Blerina Gashi. Unë e kundërshtoj propozimin që ai Unë kundërshtoj propozimin që Blerina Gashi të ftohet në cilësinë e dëshmitares nga arsyeja se nga arsyeja se asfurt në raportet mjekësore, posaçërisht në raportet mjekësore, si të dëshmitare, nga se askund në raportet mjekësore të përpiluara nga ana e kësaj doktoreshe, të përpiluara nga ana e kësaj doktoreshe, nuk përmendet se ajo gjatë trajtimit të tani të ndjerës nuk përmendet se gjatë trajtimit nga ajo në raport me të ndjerën, ka apliku testin e Baltazarit ka aplikuar testin e Baltazarit e Baltazarit në bazë të së cilit në bazë të cilës përcaktohet përcaktohet niveli po gjendjes mendore të pacientit, gjendjes mendore të pacientit, përkatësisht gjendjes së saj për të folë fjalë të artikuluar. për të folur fjalë të artikulueshme. Po ashtu,
Po ashtu, Me ndëgjimin e kësaj dëshmitare cenohet edhe shërbësia mes pacientit dhe doktorit. ndëgjimin e kësaj dëshmitarëve, edhe herë pa shkelet, Fshehtësia shkelet, fshehtësia në mes të doktorit dhe pacientit. Por pavarësisht nga këto, me qoftë se gjykata pavarësisht nga këtu, në qoftë se gjykata, aprovon propozimin qoftë se gjykata aprovon propozimin, po, dhe e fton këtë dëshmitare, dhe fton këtë dëshmitare, po, duhet ta kemi parasysh se në atë automjet duhet ta kemi parasysh se në atë automjet nuk ka qenë vetëm kjo prezente. nuk ka qenë vetëm kjo prezente, Ka pas edhe personel tjetër mjekësor. ka pasur edhe personel tjetër mjekësor. Dhe varësisht nga Dhe varësisht nga përgjigjet e kësaj dëshmitare në rast se ftohet, përgjigjet e kësaj dëshmitare në rast se ftohet, unë e ruaj të drejtën që të propozoj të ftohet edhe ndonjëri nga unë ruaj të drejtën që të ftoj edhe të propozoj që të ftohet që të propozoj që të ftohet edhe ndonjëri dëshmitar i cili ka qenë në ato personeli mjekësor i cili ka qenë në automjet. Faleminderit. dëshmitar nga personeli mjekësor i cili ka qenë në ato automjet. Faleminderit. Në ato automjet. Vizë autoambulancë. Pika. Dhe gjykos, mana që të e kjetën, trupi gjykos, e këtë gjë. Trupi gjykos pas këshillimit, dhe i këtë gjë të e kon trupi gjykos të një. Trupi gjykos pas këshillimit, si trup gjykos, këtë parashtrejse kemi kanë data në gjykat 31/2025, dhe normalisht që kemi këshilluar edhe më parë, dhe tani gjykata edhe formalizon në këtë akt vendim, aprovohet propozimi i mbrojtjes, që në cilësinë e dëshmitares do të thuhet doktoresh Berina Gashi, dhe këndita poshtë aprovohet që aty që shtemi pas këshillimit në akt vendim, ftohet cilësinë e dëshmitares. Qëtë. Ftohet cilësinë e dëshmitares doktoresh Berina Gashi, e cila ka qenë në vendin e ngjarjes ditën kritike. Sipas parashtresës së mbrojtjes dhe raportit njësor. Gjykata në qëllim të ekonomizimit procedurës penale ka kontaktuar përmes malit zyrtar nga zyrtarja ligjore. Njëta e ka njoftuar gjykatën se gjendet jashtë vendit nga data 11 deri në datën 16. Nga data 12. Andaj, një këto rasona me qenë se
Vlerësum që më ndëgjuar dëshmitari Blerin Roshe, pasi që e njëjta ka qenë në vendin e ngjarjes dhe me qëllim të vërtetimit të plot dhe qenies faktike do të ndëgjoj. Nëse eventualisht vlerësojmë që është edhe dikush i rëndësishëm, si që vetëm shona, do të vlerësojmë në seancën e radhës. Prandaj këto ratona që gjykata merr këtë vendim ndërprej këtu seancën sotme, ne shtyjmë dhe caktujmë e 22 janar, Tidos, njëra nëme 30, 2026. as very media, intervenja të lorgjimit. Ky komikim verbal, në proces verbal, parve prezente ju shërben rrënd të tesa të rregullta. Përkthyes besoj jeni këtu në datë të dy përkthyes, në datën 22 janar 2026 në orën 9:30, kurse i doni me ardhë, dërsi do të ftohet në ftesë të rregullt të shqiptarja. Ako dhe mundësi pak ma vulneron se komisionës më rënon, por nëse s'bohet hiq të shtyri me komisionës, nëse s'bohet hiq me shtyri ato, besoj, po është e kam një caktu më rënon. Nuk e di sa do të na zgjatë, nëse dalën tjetër ditë, pra taj... E shtyri ato, ose është... Okej. Vedojmë të që datë. Vedojmë që datë. Këtu ndërprejet seanca, ky proces verbal nuk i lexohet dhe tjetër duhet të nënshkruani ose e lënë seancën e radhës. Titër e një.